Situata në Gostivar po qetësohet, ulet numri pacientëve që kërkojnë ndihmë, institucionet po punojnë në rikthimin e ujit të pishëm. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe tha se sistemi shëndetësor është në kolaps, ai thotë se rasti i Gostivarit nuk është izoluar, tregoi një dokument për ujin e ndotur në spitalin e Leshkës. Kryeministri Mickoski tha se qeveria do të bëjë specifikimin e dëmeve dhe do të nisë procedurën për dëshpërblimin e qytetarëve nga stuhia. Nisë sonte festivali muzikës Qarshijës. Sopranoja Invamula tha se kjo ngjarje është gjë më e bukur që mund ndodhë në zemër të Qarshijës. Të nderuar shikues, përshëndetje. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski njoftoi se ka ulje të trendit të numrit personave të sëmurë në Gostivar dhe se po punohet në rikthimin e rrjetit të ujësjellësit. Ai theksoi se uji i pishëm do të lëshohet pa përdorim vetëm atëherë kur të jetë absolutisht i sigurt. Në pyetjen për kontrollin e ujit në të gjitha qytetet, ministri theksoi se përgjegjësia është e ndërmarrjeve publike, megjithëse si tha ai, situata aktuale do shqyrtohet nga autoritetet shëndetësore. Situata në Gostivar po qetësohet, megjithatë uji vazhdon të mbetet i ndaluar për pije. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski njoftoi se ka ulje të trendit të numrit të personave të sëmurë, prandaj po punojnë në planin e kthimit të rrjetit të ujësjellësit në përdorim. Kjo do të përfshijë kontrollet të vazhdueshme të cilësisë së ujit në pikat e daljes në qytet, siç janë spitali, kopshtet, objektet fetare, çezmat publike dhe planifikimi do të fillojë. Komiteti i Menaxhimit të Krizave do të takohet sot për të miratuar planet për të cilat u ra dakord të djedhë sot për rikthimin në funksion të furnizimit me ujë. Në pyetjen për kontrollin e ujit në të gjitha qytetet, ministri theksoi se përgjegjësia është e ndërmarrjeve publike. Megjithatë, siç tha ai, situata aktuale do të shqyrtohet nga autoritetet shëndetësore. Zgjidhjet janë të ndryshme në qytete të ndryshme. Ujësjellësi dhe kanalizimet të Shkup ka laboratorin e vetë dhe mendoj se ata janë më kompetent në testimin e furnizimit me ujë të Shkupit. Ne do të inspektojmë aty ku është e nevojshme, por kjo duhet të bëhet me organe të tjera që nuk janë nga sektori i shëndetësisë, për shkak të shpërndarjes së përgjegjësisë për kontrollin e ujit. Ministri Klekovski refuzoi të komentoj faktet se Qendra e Shëndetit Publik në Tetov raportoi se uji nuk ishte i ndotur gjatë periudhës kur pompat në Gostivar ishin në funksion, duke përsëritur se ka dërguar kërkesë zyrtare në qendër për të gjitha mostrat e ujit të marra këtë vit me vendodhjet e sakta. Ai theksoi se uji i pishëm do të lëshohet në përdorim vetëm atëherë kur të jetë absolutisht i sigurt për pije dhe u bëri apel qytetarëve që të vazhdojnë me rreptësi për mbajtjen rekomandimeve të institucioneve shëndetësore për mos përdorimin e ujit. Qeveria ka shpallur gjendje krize 30 ditore në Gostivar, për shkak se analizat treguan se uji është i ndotur dhe nuk mund të shfrytëzohet për asnjë përdorim. Kryeministri Kristian Mickoski pret që deri në fund të javës në Gostivar të rikthehet uji teknik, ndërsa uji i pishëm të sigurohet javën e ardhshme. Ndërkohë, bashkëkryetari i Vlenit Izet Mexhiti tha se institucionet po ndjekin situatën dhe se nuk kanë dashur ta politizojnë atë. Kryeministri Kristian Mickoski pret që deri në fund të javës në Gostivar të lëshohet në përdorim uji teknik, kurse deri në fund të javës së ardhshme uji të jetë i sigurt për pije, nëse, siç thotë, aktivitetet realizohen në bazë të dinamikës së paraparë. Nëse gjithçka shkon siç duhet, meqense janë përfshirë ekipe nga ujësjellësi i Shkupit dhe ekspert, pres që deri në fund të kësaj jave ta kemi ujë teknikisht të rregullt në Gostivar. Tani do të fillojmë pastrimin e plotë të sistemit në mënyrë që të marrim ujë që do të ketë nivele normale të klorit dhe që do të jetë i mirë për përdorimin teknik. Plani është që deri në fund të javës së ardhshme ai ujë të jetë i mirë për tu pirë. Ndërkohë, për situatën në Gostivar u pyet edhe bashkëkryetari i Vlenit Izet Mexhiti, i cili u kritikua në opinion bashkë me të gjithë kryetarët e partive shqiptare se nuk e kanë vizituar Gostivarin në këtë periudhë të vështirë për ta. Mexhiti u përgjigj se nuk kanë dashur ta politizojnë situatën. Po ndjekim domethënë edhe në qeveri, edhe në institucionet kompetente, po presim analizat e fundit për veprim, pra jemi në shërbim të situatës, kanë qenë persona domethënë kompetent nga qeveria, ka qenë ministrat të resoreve, do jemi edhe ne, po nuk është nuk kemi dash pra ta ngarkojmë politikisht situatën. Fillimisht pra ta ndihmojmë qytetarët, ta ndihmojmë situatën dhe mandej
për të pa përgjegjësi dhe gabimet. I pyetur se a mendon se ka përgjegjësi kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, megjithëse theksoi se këtë u ale institucioneve kompetente që të vlerësojnë gabimet, lëshimet dhe përgjegjësitë. Banorët e Vallandovës janë paralajmëruar të mos e përdorin ujin nga ujësiellësi i qytetit për pije, pasi analizat laboratorike kanë treguar praninë të lartë të arsenit. Ndërmarrja publike Komunal Service Vallandov njoftuan se rezultatet analizave të kryera nga Instituti i Shëndetit Publik Shkup kanë konstatuar nivel të lartë të arsenit në ujin e pijshëm nga ujësiellësi i qytetit. Për këtë arsye, qytetarëve u rekomandohet që ujin të mos e përdorin për konsum derisa dalin rezultate të reja që do të konfirmojnë sigurinë e tij. Uji aktualisht mund përdoret vetëm për qëllime teknike. Nga ndërmarrja kanë bërë ditur se po ndërmerren masa dhe po kryen analiza shtesë në bashkëpunim me institucionet kompetente, ndërsa qytetarët do të informohen për çdo rezultat të ri dhe rekomandim të mëtejshëm. Rasti i Vallandovës vjen në një periudhë kur siguria e ujit të pijshëm është kthyer në një shqetësim të madh publik pas problemeve të fundit me furnizimin me ujë në disa qytete të vendit. Lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe tha se sistemi shëndetësor është në kolaps. Sipas tij, helmimi në Gostivar nuk mund trajtohet si një rast i veçuar, pasi dëshmon për probleme sistemike. Kreu i LSDM-s publikoi edhe një skandal të ri, gjithashtu të lidhur me cilësinë e ujit të pijshëm, këtë herë për një mostër të marrë në spitalin për sëmundje të mushkërive në Leshk. Mes helmimit masiv në Gostivar dhe pasojave të stuhisë fuqishme që vu në provë sistemin shëndetësor, lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe vlerëson se shëndetësia po shkon drejt kolapsit, ndërsa qytetarët kanë mbetur pa mbrojtje. Sipas Filipçes, qeveria drejtuar nga Kristian Miskoski nuk po përmbushet detyrën themelore të shtetit për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Ai tha se ngjarja në Gostivar nuk mund të trajtohet si një rast i veçuar, pasi sipas tij ajo dëshmon për probleme sistematike, mungesë efikasiteti dhe mos funksionimi. Ai akuzoi se në ndërtimin e Kristian Miskoskit dhe ekipit të tij, sistemi shëndetësor në vend po shkatrohet. Ajo që ndodhi në Gostivar nuk është vetëm një rast izoluar, bëhet fjalë për shenja të qarta të mos funksionimit dhe jo efikasitetit të sistemit. Sistemi shëndetësor po shpërbëhet në drejtimin e Kristian Miskoskit dhe ekipit të tij. Funksioni themelor i sistemit shëndetësor është mbrojtja e shëndetit të qytetarëve, por ky funksion është dëmtuar rënd. Përveç që situatës me ujë në ndotur në Gostivar, kreu i LSDM-s publikoi një skandal të ri, gjithashtu të lidhur me cilësinë e ujit të pijshëm, këtë herë për një mostër të marrë në spitalin për sëmundje të mushkërive në Leshk. Sipas Filipçes, dokumentet e zyrtare të siguruara tregojnë se në këtë spital është konstatuar uji i pijshëm i pasigurt për shëndetin, ndërsa institucionet kompetente nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim. Filipçe theksoi se raporti i Qendrës për Shëndetin Publik, i hartuar pas analizës së mostrës së ujit të marrë në spital, evidenton devijime serioze nga parametrat e lejuar. Raporti për analizën e sigurisë së ujit është për një mostër të marrë në spitalin për sëmundje të mushkërive në Leshk. Data e përfundimit të analizës është 13 maj. Numri i përgjithshëm i baktereve koliforme në 100 ml ujë është 51. Mostra është marrë nga një çezme brenda spitalit ku trajtohen pacientët. 51 baktere koliforme në 100 ml ujë. Në raport thuhet qartë se uji nuk i plotëson standardet e cilësisë së kërkuar për konsum. Bëhet fjalë për spitalin në Leshk në fund të muajit maj, ndërsa askush nuk ka reaguar. A e din këta njerëz çfarë po bëjnë? Çfarë lloj menaxhimi një institucionit është ky? Filipçe vlerësoi se një papërgjegjësi e tillë nga autoritetet përbën rrezik të drejt për shëndetin e qytetarëve dhe kërkoi reagim të menjëhershëm nga institucionet përgjegjëse. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë kreu 70 kontrolle në rajonin e Gostivarit dhe shqiptoi 30 gjoba në vlerë prej 7.750 eurosh. Parregullësitë kryesore ishin mungesa e dezinfektimit, deratizimit, kontrolleve shëndetësore të punonjësve dhe regjistrimit të operatorëve ushqimor. Kontrollet nuk zbuluan shkele lidhur me ndalimin e përdorimit të ujit nga sistemi i furnizimit të Gostivarit. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka shqiptuar 30 dënime me para dhe 12 ndalesa për punë gjatë kontrolleve të jashtëzakonshme në Gostivar. Shkaqet e këtyre dënimeve në gjithsej 70 kontrollet e realizuara në rajonin e Gostivarit ishin mos zbatimi i masave të dezinfektimit, deratizimit, mos respektimi i detyrimit për kontrollet të detyrueshme shëndetësore të punonjësve, si dhe operatorët e paregjistruar të ushqimit.
Lidhur me parregullsitë e identifikuara moszbatimi i masave të dezinfektimit dhe deratizimit 5 operator, moszbatimi i ekzaminimeve të detyrueshme shëndetësore të punonjësve dhe 18 operator, u gjetën 11 subjekte juridike që nuk ishin regjistruar si operator ushqimor pranë AUV, për të cilat, përveç gjobës, atyre ju ndalua përkohësisht edhe kryerja e aktiviteteve të tyre deri në regjistrim. Gjatë kontrollave janë hasur 2 operatorë se si po shqisnin ushqim jo të sigurt në sasi prej 18 kilogramëve. Bëj fjalë për salqiqe, kos, jogurt, sallam dhe gjalp. Për parregullsitë e identifikuara përveç ekzaminimeve të detyrueshme shëndetësore për punonjësit e operatorëve të ushqimit, ndalimeve për kryerjen e aktiviteteve 12, paralajmërimeve dhe urdhrave për eliminimin e mospërputhjeve me kontrollet, u shqiptuan 30 gjoba në një shumë totale prej 7.750 eurosh në kundërvlerë në denar. Caki kontrolleve të agjencisë ishin operatorët e ushqimit si kafeterit, picerit, furrat e bugës, pasticqerit, qeveptoret, objektet e paketimit të frutave dhe perimeve, si dhe operator tjerë ushqimor. Ndërsa qëllimi ka qenë që të vërtetohet nëse operatorët nga rajoni i përmbahen ndalimit të miratuar të AUV-s për mos përdorimin e ujit nga sistemi i furnizimit me ujë të Gostivarit, por theksojnë se nuk janë gjetur parregullsitë e kësaj natyre. Kryeministri Mickoski tha se qeveria do të bëjë specifikimin e dëmeve dhe do të nisë procedurën për dëmshpërblimin e qytetarëve që pësuan dëme nga stuhia. Ndërkaq kryetari i komunës Çajrit Izet Mexhiti deklaroi se pjesa më e madhe e pasojave tashmë janë sanuar, ndërsa komisioni kompetent po vijon me vlerësimin e dëmeve të shkaktuara. 2 ditë pas stuhisë së fuqishme që përfshiu vendin, e cila la pasë qytetar të lënduar dhe dëme të mëdha materiale, institucionet vazhdojnë të evidentojnë pasojat, ndërsa ekipet në teren punojnë për sanimin e dëmeve dhe rikthimin e gjendjes në normalitet. Ndërkohë, kryeministri Kristian Mickoski ka bërë të ditur se qeveria do t'i dëmshpërblejë qytetarët që pësuan dëme nga moti i keq në Shkup. Mickoski theksoi se do të ndërmerren të gjitha procedurat e nevojshme për kompensimin e dëmeve. Ai u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që kanë pësuar dëme nga stuhia, t'i paraqesin ato pranë institucioneve kompetente, në mënyrë që komisionet përkatëse të dalin në terren, të konstatojnë gjendjen faktike dhe të përgatisin vlerësimin e dëmeve. Sipas Mickoskit, pas përfundimit të këtij procesi, qeveria do të bëjë specifikimin e dëmeve dhe do të nisë procedurën për dëmshpërblimin e qytetarëve të prekur. Sa i përket dëmshpërblimit të qytetarëve që pësuan dëme nga moti i keq, mund të them se komuna dhe institucionet në kuadër të tyre formojnë komisione. Qytetarët që kanë pësuar dëme duhet i paraqesin ato pranë këtyre komisioneve. Komisionet do të bëjnë vlerësimin e dëmeve dhe më pas do t'i dorëzojnë raportet në Komitetin për vlerësimin e dëmeve, i cili do t'ia përcjell qeverisë, ndërsa ne, në përputhje me ligjin dhe praktikën, do të ndërhyjmë dhe do t'i dëmshpërblejmë të gjithë qytetarët që kanë paraqitur dëmet e tyre. Ndër komunet më të prekura nga stuhia ishte edhe komuna e Çajirit. Kryetari i saj, Izet Mexhiti, deklaroi se pjesa më e madhe e pasojave tashmë janë sanuar, ndërsa komisioni kompetent po vijon me vlerësimin e dëmeve të shkaktuara. Ai theksoi se në koordinim me qytetin e Shkupit do të ndërmerren të gjitha hapet e nevojshëm për t'u dalë në ndihmë qytetarëve të prekur. Po sanohet situata me drujt që kanë ra dhe po ashtu kemi formuar edhe komisionin për vlerësimin e dëmeve në komunën e Çajirit. Dje kemi pas edhe mbledhje koordinative me kryetarin e qytetit dhe gjitha komunat e qytetit, të cilët kemi dalë me një qendrim unanim, ku bashkë qyteti dhe komunat dhe ndihmojnë qytetarët për sanimin e dëmeve aty ku ka. Kujtojmë se sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, si pasojë e stuhisë që ndodhi të martën, janë raportuar 145 automjete të dëmtuara, 46 çati të dëmtuara, 189 pemë të rrezuara dhe 7 semafor të dëmtuar, ndërsa po ashtu 10 qytetarë kanë pësuar lëndime. Drejtoria e Policisë Financiare ka ngritur kallëzim penal ndaj një personi nga Struga, pronari i një kompanie për dyshime për shmangje tatimore. Sipas kallëzimit, ai nuk ka deklaruar dhe paguar detyrimet tatimore, duke shkaktuar dëm prej mbi 8 milion denareve. Drejtoria e Policisë Financiare ka ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Strug, ndaj një personi nga Struga, pronar dhe menaxher një kompanie, si dhe ndaj vetë kompanisë për dyshime për kryerjen e veprës penale shmangje nga tatimi.
Sipas kallëzimit, personi me inicialet të SZ dyshohet se me qëllim përfitimit të paligjshëm ka përvesuar mallra tregtare të kompanisë me vlerën 26.085.138 denar dhe nuk ka deklaruar apo paguar detyrimet tatimore përkatëse. Ai dyshohet se ka shmangur pagesën e TVSH-s në vlerë prej 4.360.634 denarësh, tatimit mbi të ardhurat personale prej 2.898.059 denarësh, si dhe tatimit mbi fitimin prej 812.098 denarësh. Gjithashtu, sipas policisë financiare, i kallëzuari nuk ka paraqitur bilancin tatimor për vitin 2025 dhe nuk ka deklaruar detyrimet e vjetruara dhe të papaguara në vlerë prej 8.120.980 denarësh. Me këto veprime, dyshohet se buxheti të Republikës së Maqedonisë së Veriut i është shkaktuar dëm në vlerë totale prej 8.070.791 denarësh. Festivali ndërkombëtar i muzikës Çarshia në Shkup, i cili nis sonte, synon të bashkojë muzikën klasike, folklorin dhe flamenkon, duke krijuar një traditë të re kulturore. Sopranoja Inva Mula tha se festivali synon të afrojë publikun dhe të tejkalojë barrierat kulturore përmes muzikës. Sonte starton edicioni i parë i Festivalit Internacional të Muzikës Çarshia. Gjatë 4 ditëve të festivalit, publiku do të ketë mundësi të ndjekë mbrëmje të veçanta me muzikë klasike, oper, flamenko dhe serenata korçare. Kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, njoftoi se festivalin do ta shndërrojë në një traditë të përvitshme dhe të rëndësishme për qytetin. Një nismë që synojmë ta shndërrojmë në një traditë të përvitshme dhe ta zhvillojmë në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të qytetit. Festivali do të zhvillohet në Sullian dhe Kurshumlian, 2 prej monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore. Drejtoresha artistike e festivalit, sopranoja Inva Mula, u shpreh se kjo ngjarje është gjëja më e bukur që mund të ndodhë në zemër të Çarshisë. Them që ne me këtë festival hapim një rrugë të re të artit, të dijes, të bashkëpunimit, të paqes. Edhe kjo them që është edhe do thoja është edhe gjëja më e bukur që mund të ndodhi sot në Çarshi, në këtë vend që ju e thatë shumë bukur, që flet me traditë, flet me një histori të lashtë, dhe ne po përjetojmë emocione dhe do përjetojmë me artistët këto emocione të cilat janë të trashëguara dhe ne duhet i mbajmë të ndezura. Ndërkohë, Ministri i Kulturës dhe Turizmit, Sedat Sulejmani, tha se kjo ngjarje do të jetë një urë lidhëse mes kulturës tradicionale dhe bashkëkohore. Jashtë asaj se është e rëndësishme në aspekt kombëtar, po ashtu ky festival do të jetë i rëndësishëm për arsye se do të mbahet në Çarshinë e vjetër të Shkupit. Edhe kjo ka një domethënie të veçantë për arsye se do të jetë edhe si një urë lidhëse mes kulturës tonë tradicionale dhe asaj bashkëkohore. Dëshira Ahmeti Kërliu, gjithashtu drejtoresh artistike e festivalit, sqaroi se si e mirëpriti Mexhiti idenë që e kishin organizuar bashkë me Invën. Atëherë festivali ishte një ide që e kishim folur me Invën më përpara, dhe pas koncertit 28 nëntorit këtu në Shkup, që kishim në nëntorin që kaloi, deshim që ta shprehim këtë ide te kryetari dhe e folëm si shkurt, por pastaj na mirëpriti si gjithmonë me ideat tona dhe si gjithmonë për të pasur një begati në fushën e muzikës në të gjitha zhanret. Festivali që nis sonte do të zgjas deri më 26 korrik dhe do të mbahet në Kurshumlihan dhe Sullihan. E si mëtej me zhvillimet nga rajoni dhe bota, mira protestues umblodhën sot mëngjes përpara Parlamentit të Shqipërisë, para fillimit seancës fundit plenare të sesionit parlamentar. Protestuesit kërkuan të afroheshin te godina e kuvendit, por u përballen me kordonin e policisë dhe 2 perimetra sigurie të ngritur rreth institucionit. Tensionet u përshkallëzuan kur një grup protestuesish hoqën gardhin metalik dhe tentuan të çanin perimetrin e sigurisë. Më pas u hodhën vezë, domate, bidon dhe sende tjera në drejtim të efektivëve të policisë.
Policia reagoi duke përdorur sprej me piper dhe automjetet me ujë me presion për të zbrapsur turmën dhe për të mbajtur të paprekur perimetrin e parlamentit. Sipas raportimeve fillestare, disa protestues morën ndihmë mjekësore pasi pësuan djegjet në lëkurë nga sprej me piper ose gaz irritues. Gjatë protestës pati edhe incidente të tjera, përfshirë largimin me forcë të një gruaje të moshuar që ishte ulur në mes të rrugës, pamje që janë shpërndar gjithësisht në media dhe rrjetet sociale. Brenda kuvendit, ndërkohë seanca plenare vijoi në masat të shtuara sigurie, ndërsa jashtë dëgjoheshin thirrje si Parlamenti Krimit, Edi Rama jep dorëheqjen dhe Rama në burg, Berisha në burg. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov i tha homologut tij amerikan Marco Rubio se furnizimet e vazhdueshme të armëve perëndimore për Ukrainën janë të papranueshme për Moskën. Lavrov dhe Rubio u takuan në kryeqytetin e Filipineve Manila, e cila po pret samitin e bllokut të ASEANit si dhe partnerëve të tij. Takimi i pari pra që nga shtatori i kaluar zgjati rreth 37 minuta ku diskutuan gjithashtu marrëdhëniet dypalëshe diplomatike midis Moskës dhe Washingtonit, njoftoi media shtetërore ruse TASS. Të dyja palët u përqendruan kryesisht në zgjidhjen e konflikteve të Ukrainës, i cili është në vitin e 5 që kur Rusia nisi operacionin e saj special ushtarak në shkurt të vitit 2022. Sipas medias ruse Sputnik News, Lavrov dyfishoi angazhimin e Rusisë ndaj propozimeve të SBA-s gjatë bisedimeve në Alaskë. Megjithatë, Lavrov tërhoqi një vit të kuqe në rrjedhën e vazhdueshme të armëve perëndimore në Kiev, duke paralajmëruar Rubion se më shumë armë do thotë më shumë përshkallëzim. Lavrov dhe Rubio diskutuan gjithashtu për tensionet e vazhdueshme në gjirin persik në mes të luftës SBA-Iran. Komisioni Europian gjobiti Google me 890 milion euro për shkelje të aktit të tregjeve digjitale, duke akuzuar për favorizim të shërbimeve të veta në rezultatet e kërkimit dhe kufizim të zhvilluesve të aplikacioneve. Një gjob prej 460 milion euro lidhet me favorizimin e shërbimeve të Google për blerje, hotele, transport dhe sport ndaj konkurrenteve, ndërsa 430 milion euro të tjera lidhen me kufizimet në Play Store, ku zhvilluesit nuk lejoshin të promovonin lirshëm alternativa më të lira. Google urdhërua të ndalojë këto praktika brenda 60 ditëve, përndryshe mund përballet me gjoba shtesë. Komisioni Evropian tha se shërbimet duhet të fitojnë bazuar në cilësi dhe jo për shkak të pronësisë së motorit të kërkimit. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje dhe ratë.